Faleminderit për tënë këtë dashni, faleminderit më dashurin e mi qytetar të Prishtinës. Shumë i nderuar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Dr. Lumir Abdixhiku. Shumë të nderuar kandidat asamblejist, po dukeni fenomenal sonte. Sonte këtu përballë jush jam i mbushur me plot energji, me plot emocion e dashni që më keni përcjell këto javë e si para 4 vitesh e ndjej peshën e përgjegjësisë, por edhe krenarin e rrugës të bërë së bashku. Por kësa here, me më shumë përvojë, me më shumë vendosmëri dhe me më shumë rezultate. Sot vi para jush jo me fjallë, po me fakte. Jo me premtime, po me përkushtim. Sot flasë si kryetari i Prishtinës që ka punu çdo ditë për ta bërë këtë qytet më të pastër, më të gjelbër, më të mençur e më praktik. Dhe flasë si njeriu që beson thellë se Prishtina nuk kthehet mbrapa. 4 vite të mbushura me mbi 1000 projekte që kam prek çdo lagje, çdo rrugë, çdo familje. Mbi 700 rrugë të ndërtuara, të asfaltuara, arteret e një qyteti që qarkullon e merr frymë. 12 shkolla me mësim tërditor që u kursen prindërve miliona euro, u japin fëmijëve me shumë kujdes e më shumë dije. 65.000 banor të kyçur në ngrohje qendrore, armët pastër dhe dimra më të lehtë për mira familje. E dini edhe biletin integruar që i lidh qytetarët me gjithë Prishtinën nga Mareci deri Bardhëshe, Arbëri e Kalabri në gjitha pjesët e kryeqytetit. Kjo Prishtina që po ecë përpara, kjo është Prishtina që nuk e ndojnë askush. Nuk ishte e lehtë sepse ndërsa ne punonim për kryeqytetin, disa punonim për ta bllokuar atë. Projektet tona për unazën e jashtme të kryeqytetit, për sheshin Gjergj Bush, për spitalin e Prishtinës, për platformën Arbëri, për nënkalimin Agim Ramadan u provuan të nalen. Jo në mungesë të ideve, por nga inatet e atyne. Paramenon. Derisa ne kërkonim bashkëpunim për zhvillim, ata bënin kalkulime për bllokim. Derisa ne kërkonim fonde për Prishtinën, ata i mbyllnin derën kryeqytetit. Por Prishtina nuk u blloku kurrë. Përkundër atyre, asgjë se ndali ecin tonë përpara, asnjë intrigë, asnjë blokadë, asnjë lojë e vogël politike s'mundi t'ia ndalë vizionin tonë për Prishtinën moderne, sepse për ne Prishtina është më e madhe se çdo interes partijak. Ajo është përgjegjësi, është dashni dhe është detyrë. Prishtina ecë përpara me vizion. Prishtina ecë përpara me transparencë dhe më e rëndësishmja është Prishtina ecë përpara me besimin e juaj të nderuar qytetarë të mi të zemrës. E tani këto ditë fushate i keni dëgjuar të gjithë të tjerët. Njëri premton rrugë pa pas as vizion urban, tjetri premton pastërti për s'ka ditë me menaxhu as kur ke ardhëj vetë me to. E ne në ndërkohë kemi fillu unazën e brendshme, kemi ndërtu rrugën A, kemi ngritur urën e Arbërisë, kemi lidhur lagje fshatra me qendrën që për dekada ishin të harruara. Kemi nisë procese të mba si mësimi tërditor për më shumë se 5.000 fëmijë. Kemi rrit shërbimet shëndetësore në kryeqytet.
kemi kthyer Prishtinën në një qendër kulturore, kemi bë gjëra të mëdha që kanë qitë Prishtinën në hartën botërore. Qytetarët e Prishtinës e din mirë. E din kush ka punu, e din kush ka pengu. E din kush ka ndërtu ura dhe kush ka ngritur pengesa. E në mandatin e 2 do të shkojmë Prishtinën përtej. Në mandatin e ri ne do të shkojmë përtej çdo pengese, sepse projektet që kanë nisë nuk ndalen. Ato do të bëhen realitet. Do të bëjmë unazën e jashtme të qytetit, projekti që do të japë frymë trafikut të qytetit. Do të ndërtojmë spitalin e kryeqytetit, që do të kujteset vetëm për qytetarët tonë. Do të zgjerojmë mësimin tërditor në të gjitha shkollat e kryeqytetit. Do të ndërtojmë shkolla moderne, qerdhe të reja, qendra sociale dhe hapësira të mrekullueshme për fëmijët tonë. E do të hapim po ashtu edhe fshatin olimpik, zemrën e lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Do të realizojmë platformën e Arbërisë që lidh qendrën me lagjen më të re, në nkalimin e Agim Ramadanit, pasarellën e Grandit me Pallatin e Rinisë për ta kthyer qendrën në hapësirë të këmbësorëve e të jetës urbane. Do ndërtojmë parkun Bardha, parkun më të madh në 25 vitet e fundit. Dhe do të nderojmë historinë me parkun memorial Ibrahim Rugova dhe memorialin Adem Jashari. Do të ndërtojmë qendrën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale për t'i dhënë të rinjve hapësirë, për t'i dhënë dije, për t'i dhënë mundësi. E ky është vizioni ynë. Prishtina përtej se sot mes drejtë së ardhmes. Të dielen me 12 tetor, Prishtina do të zgjedhë mes atyre që ndalen projektet dhe atyre që nuk ndalen kurrë.